Në ndërkohë, me që përmende si fyrin dhe Ramazanin, sa është e vërtet që nëse përveç kësaj anës të religionit, thuhet që një hurmë në syfër, krijon organizmit mundësinë me qëndru ma e ngopur, mes me ndi shumë urinë gjatë ditës. A është e vërtet? E vërtetat e hurmet është se në gjatë Ramazanit duhet me mbyll syfyrin me hurme edhe preferohet me hap iftarin me hurme. Pse? Për shkak se hurmja përmban sasi të glukozës së sheqerit që jep energji natyrale, po shumë të shpejt. Pra, për kundër asaj përmbanë shumë vitamina, minerale, vlera ushqyese, të jashtëzakonshme që din me jep trupit energji shumë shpejt, po me ma shpejt edhe ajo energji mbahet. Preferohet për shembull 2 gota ujë. Ujnë çdo herë ne kam thënë që është mirë gjatë Ramazanit, po edhe në kushte normale kështu me pas karanfel, limon, xhenxhefel për ata që vujnë me diabet ose që kanë rezistencë në insulinë ose probleme me tretje mishtu edhe shkop kanell. Më thënë 2 litra ujë edhe mishtu këto, edhe për shembull kur e përfundon syfyrin është mirë 2 gota ujë ka 250 ml që janë afërsisht 500 ml, edhe 2 hurme edhe mjafton. Domethënë kjo mjafton me mujt me rujt energjinë. Nëse vetë që e hajmë një syfër si kë, normal pushojmë pak, se është ngarkesë shumë për luktin, plus është nata, dhe në fund për me mbyll 2 gota ujë edhe 2 hurme, domethënë gjatë ditës, për shembull 3 ditë e para të Ramazanit, normal që janë shumë atë vështira për me menaxhu, për shkak se trupi fillon me shfrytzu yndynat e të prume në momentin që si kemi qush shumë glukozë, për shkak se zakonisht glukozën e merr, fillon me liru kortizol edhe tani lirohet insulina dhe marrim energji. Atëherë ky proces ndrohet në procesin e ketogjenezës, që fillon me marr yndynat e të prume, mi tret, mi bu në formë ketone të vogla me prodhu energji. Kjo mënyrë e prodhimit energjisë në trup, në momentin që jemi pa ushqim, normal që është pak ma e vështirë me përballu, edhe kjo është arsyeja pse kemi kokëdhimbje, lodhje, plagështi, 2 deri në 3 ditë e para varet për personit. Ka persona për shembull ata që bojnë fasting kushte normale 12 nuk e ki problem. Ty mundet me dhimbë kryt për ujë, se penuj shumë gjatë ditës. Nëse kompenzon sasinë e ujit në pjesën e natës, për shembull mas iftarit edhe deri në syfyr, as ajo s'mundet me të ndodhë. Domethënë kjo ndodh të persona që normal kanë hungur me orar pa rregull gjatë ditës, nuk e kanë pas ushqim të mjaftueshëm edhe nuk janë përgatitur realisht në një farë forme për Ramazan. Në njëjtën kohë, përparësia e agjerimit është ma e madhe, mundshme është procesi autofagjisë, që bëhet edhe rigjenerimi i qelizave, edhe normal në këtë rast ngritet shumë imuniteti.